Mirë mbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, kudo që ndodheni në Evropë, në 3 shtetet tona që i kanë coptuar, që do jetë shumë shpejt, Shqipëria me kufi natyror, ju e shihni vetë në hartë. Mirëdita shqiptarët e mi në Amerikë. E di që prisni çdo minutë, çdo orë, prisni për të erdhur në Shqipëri. Prisni për të erdhur për të takuar me prindërit tuaj, për të takuar me shoqërinë tuaj dhe për të mbajtur mend kur keni qenë fëmijë përsëri të shikoni vendet tuaja. E di dhe ju e dini që pothuaj ka 85 vjet Shqipëria është në krizë nga shqipfolësit, nga anti-shqiptarët, nga mizat e kalit ju kam thënë, të 2 partive, pavarësisht se i quhen 100 parti, po këto janë 2 parti dhe 3 satelitët e tyre, që një quhet Partia e Qorrit, Partia e Lapit dhe e Sheut. Të dashur shqiptar, vajtja ime në Amerikë, emisioni u realizua 100%. Bilem para 1-2 orëve, Spaku është përgatitur për arrestimin e Ballukut. Të dashur shqiptar, ju e shihni në foto. Këta zotninjtë që shihni, unë i lajmërova nga Amerika zyrtarisht. Jo vetëm si shpresa e kombit, por misionin tim që e kam dekada e do të kem derisa të bëj Shqipërinë me kufi natyrore, derisa ta bëj Shqipërinë, do me thënë një urë të shtetit 51, por Shqipëria do të ketë paratë e saj, rregullat e saj, për arsye, sepse Shqipëria, dashur shqiptar, është me mira vjet, pavarësisht se disa zagar këtu në Tiranë të quajtur gazetar apo shkrimtar apo historian që janë bërë vetë, vijnë nga një shall, nuk po a them emra, po janë disa historian që po fillojnë dhe thonë Skënderbeu ka qenë një rrugaç, një vagabond, Skënderbeu nuk është shqiptar, pra historinë po e shkruajnë tër bota. Kur të dalëm aty ku i thash këtyre të Spakut që i shihni këtu, këta nuk kanë rrugë dalje tjetër. Pavarësisht se 2 orë më përpara po bëjmë planet për të arrestuar Ballukun e do të shihni disa foto që do t'i nxjerr më vonë. Shqiptarët e mi u realizua 100% që Shqipëria të jetë e lirë. Pra, ju e shihni dhe foton, mund të shihni dhe foto të tjera. Shqiptar, si do qoftë, ka ardhur koha, shqiptarët e mi, e këta të Spakut, dosjen e Edi Ramës së bashku me ish të FBI-s, ju e shihni, ai zotnia lartë është i FBI-s, Edi Rama është këtu, unë kam dosjen, sepse Edi Rama është dënuar. Nuk është dënuar veti Edi Rama, shqiptarët e mi, ju do shihni e foton tjetër, kur me parat e shqiptarëve jasi zbarth dhëmët, i jep dekuratën drejtori të FBI-t që ai ishte kurkushi. Një drejtor i New Yorkut dhe asgjë tjetër më shumë. Unë si që kam thënë shqiptarët e mi, këtu kanë erdhur hajdutët nga të 4 anët e botës, si që kam thënë për një kafe, këta japin $1 milion. A e shihni si zgërdhien me parat e shqiptarëve, ky zotnia që është këtu, pra i mezit është i FBI-s të New Yorkut ish, a ish në burg tani, atje ku janë pa dritare, aty ku dove edhe ai i pëses që ka bërë ligjin, që ka bërë lëmç
në zgjedhjet në KQZ, së bashku me kryetare e KQZ-s, që ai duhet ishte burg para 7-8 vjetëve. Pra shqiptar, u erdhi koha realitet. I shikoni si handarka këta me paratë e shqiptarëve, ai shini të dashur shqiptar, i e vjas, vjen, është edhe një nga tropoja, që ka qenë i shikut në Shqipëri, ai s'është kur kushi në Amerikë. Unë nuk kam thënë dashur shqiptar, Pilinçi e di mirë punën që ka. Mua po të më thuash emrin, e di se kush është. Shumë njerëz nga Shqipëria vjen lajm pjata në Amerikë edhe thonë bashkëpunojmë. Jo shqiptar. Amerika nuk ka nevojë për spionët. Për spionët që ishtë të Ramisalis, për rrugaçët, për anti-shqiptarët. Amerika e ka njerëzit besnik të saj, po shikojeni si kërcet vera e birra e mishi me parat tuaja. Por erdhi koha, shqiptarët e mi, erdhi koha që këta t'japin llogari. Unë nuk kam thënë kushtetuta e Amerikës, shqiptarët e mi, do me thënë kushtetuta e Amerikës, që do dalë do të shikoni kjo është kushtetuta e Amerikës. Kushtetuta e Amerikës nuk pyet as drejtore FBI, as presidenti Amerikës, sidomos presidenti Amerikës ka qenë 28 herë në gjyq. Ky president që ndodhet tani. Edhe përhapur në Shqipëri, se bie e ti apo dhëndri ti me im baba, hajdut që ka vjedhur në Amerikë, ka qenë dhe burg. Të dashur shqiptarë, shqiptarët kanë fuqi në Amerikë, të bëjnë Shqipërinë me kufi natyrore. Amerika i do shqiptarët. I do shqiptarët sepse shqiptarët kanë vojtur për Amerikën. 46 vjetë në regjimin bolshevik. Çdo njeri që arrestohej në burg, në kampet e intrenimit, titulli ishte i shkruar ju jeni Amerikan. Patriotët vdiqën në përburgjet dhe thanë, po, ne e duam lirin, ne e duam të bashkohemi me Amerikanë. Nuk ishën si bolshevikët, si Beqir Balluku, edhe në minutën që e vranë, mbylli grushin e tha, rrof partia. Ja pra dashur shqiptar, 46 vjetë, çfarë i kanë bërë Shqipërisë? Rrugaqëria. Si tha kam thënë, qeni dhe këlysh ish mirë rreziq, kanë këlysh të dashur shqiptar. Pra, a i shini foto në Pogradec. More kryetari Pogradecit do e hapësh llogari. Dhe sidomos do dënohesh po në atë vend ku janë ulur në tavolinë. Pogradecarët, mokrarët, nuk kanë bukë të hanë, nuk kanë rrugë, janë mboshuar shkollat, kurse ti, kryetari bashkisë të Pogradecit, ti hargjon parat dhe mban këta, a i shini në foto dashur shqiptar, Balluku, që duhet ishte arrestuar 7 muaj përpara, që do arrestohet minuta. A i shini të dytin, i Librazhit, Balla. Kur ka erdhë Balla në Tiranë, ka erdhë nga Librazhi, nuk them është i keq Librazhi, po malet e Librazhit janë me një dhe të kuq. Kur erdhi në Tiranë, me padalona të shkurtra dhe me opinga, me boj të kuqe, me dhe të kuq. Çfarë nuk ka në Shqipëri? Vila, hotele, call centri, zonja ti dhe ai. Të gjithë call centri që janë të ati. Të gjithë telefonit që keni ju shqiptar të dashur, në YouTube, kudo që keni, në internet, ajo fytyrë. Shikoni fytyrën tjetër që mendohet. Çfarë si ka bërë Korçës, Peleshi i Peleshave.
Çfarë nuk i ka bërë Korçës? Çfarë nuk i bëri Devollit dhe Kolonjës? Europi. Kur ra tërmeti e mbani mend, Devollin po më dëgjojnë, Kolonja po më dëgjojnë, Korça, Mokra po më dëgjojnë, shtëpi Turan nga tërmeti. Ajo fytyrë që shihni ju, erdhi nga Evropa me pantallona peleshi, me impal atlete, sot është bilioner. Është kryetari i quajtur Kuvendit. Edi, ti ke bërë planin, të heqësh peleshin, të veshe një pelesh tjetër Pelibrazhi. Gjoja e këndëruar do marrësh 2-3 veta nga Sali Berisha. Planet i bëni bashkë, po ju e planet tuaja janë planet e vdekjes. E lajmi i hidhur që doj dali këto ditë nga Spaku. Unë nuk kam thënë dashur shqiptar të Spakut, këta zotrinë që hanë e pinë dhe zbardhën dhëmët me kostum nga $2.000 që edhe baba i tyre që nuk e din nga e kanë. Ata me të vjedhur doli fjala e vërtet Berisha, doktor Berisha, të njoh mirë. Ke kohë që del para Spakut dhe mban konferencë, të mlidhen televizorët tënd e të Edi Ramës e keni bashkë, flet, të pyesën gazetarët dhe u thua vetë, pse s'më thoni çfarë pash, po çfarë pe i thon? Pash duke numëruar parat të Spakut. Pra unë si që thashe sot, të më falni që nuk dola në orën 1:30, nuk dola dot edhe më 3, dola më vonë, si që kam thënë, këtu ka radhë që vinë shqiptarët. Vinë në Foleja, ku është harta e Shqipërisë. Ku është flamuri roe, flamuri Amerikës, janë 2 roe dashur shqiptarë. Disa e mund të venë buzën e gas. Sidomos disa të quajtur aktor, si Agron Llaka, thot Pilinçi nuk e di mirë gjuhën shqip, o Agron, para se të lindje ti, unë e kam ditur gjuhën më mirë se ty, sepse unë jam pe një qyteti të Korçës që ka qenë kultura para Francës, dhe unë di 5-6 gjuhë, kurse ti di gjuhën e vjedhjes dhe talljes. Pra, janë 2 roje dashur shqiptarë. Flamuri shqiptar është roje dhe flamuri amerikan, po çfarë ruan? Ja pra çfarë ruan? Hartën e kufinve natyror. E Shqipërisë me kufin natyror, jo etnike dashur shqiptar. Jemi kufi natyror që ka krijuar Zoti, që do bëhet, dhe 2 rojet e fuqishëm. Një që është me mira vjet, që është flamuri shqiptar së bashku me Shqiponjën, dhe një që është 250 vjet, që është flamuri, që është me yje, nuk janë yjet komuniste, po janë yjet e shteteve 50 shtete, që një yll do shtohet aty, do bet 51 që quhet Shqipëria. Pra dashur shqiptar, unë e di që e keni mendjen, që Spaku, para 2 orëve, si që përsërit, po e përsërit e njerë, bravo, s'ka ku vete bravo, në Amerikë s'ke për të erdhë më, si që ke erdhë me qef, me avion modern, special, ushqim modern, hotel modern, por Amerika, kur të fërkon, që kujdes. Kur të shanë, s'ka gjë. Po kur të fërkon, e kur firmosin cop letër, dhe thua do zbatoj ligjin, këtë ligj, jo ligjin ton, se ligjin ton është me varje. Ky ligj i bolshevikëve që është, duhet kishte pastruar para 5 vjet, ose pak, të ishten arrestuar. Pse e them, mbi shpatullat tuaj,
bie gjithë llumi i 35 vjet i Edi Ramës, i Sali Berishës, i Ilir Metës, i majkove të majkove bullgarë. Pra, shqiptar, erdhi koha. E janë pra këtu ku është jo zyrë. Kjo foleja e fundit, shpresa e fundit e Shqipërisë. Të dashur shqiptar, propaganda është hapur kudo. E hapën spionët, se Shqipërinë do të coptojmë, se në Shqipëri do sjellëm qifut, që i themi ne njerëzve të Izraelit, se në Shqipëri do sjellëm Pakistan, se në Shqipëri do sjellën hoxhallar me fustan, si që janë në për xhamit. Do vinë të gjithë për hapur. Shqiptarët do punojnë si slev. O shqiptar, da që mbesoni, unë çdo gjë që e them me dorë në zemër dhe e them realitet. Unë nuk flas në telefon, e nuk më jep njëri urdhër të flas si duan, unë e them drejt, si themi ne shqiptarët, troq, edhe sy për sy. Pra, ta flamurët që shini dhe hartën që shini që se ka parë njeri në botë, është në Sauk. E pse në Sauk jemi dashur shqiptar? Sepse 4 familjet e Saukut kanë mbrojtur Tiranën me kohë. Kanë ngjitur shkollën e parë në Sauk. Kanë ngjitur muslimanin e kanë pastruar. Bën shkollën. Dhe ai person që bëri shkollën, dashur shqiptar, bolshevikët, në minutat e fundit, vajt në vran në dera e shkollës. Ja pra pse jemi ne në Sauk, se që këtu është qliruar Tirana. Nga Sauku, nga patriotët e Saukut, u amuar pasurit, edhe dofta shqiptarët e din, ferma me madhe e vreshtve ka qenë Sauku. Kurse sot, në tokat e pronarve të liqshme, është ngjitur vilat e grekëve, vilat e serbëve, vilat e francezëve, vilat e englezëve, vilat e italianëve. E kam fjalën të ministrave. A e mbani mend një sorek që erdhi kocké lëkur, një gabel, një cigan. Erdhi ambasadori i Italisë. Më fund e suall ambasador të Evropës. Ta sa Evropës nuk dua ta them që na ka shkatëruar. E solli dhe u bë ambasadori i Evropës. Vodhi, i shpërndante parat në çë mënyrë, dashur shqiptar. Për shembull, kohën e Berishës, o të Nanos, o të Edi Ramës. Do të ndihmonte Evropa, e supozojmë, $200 milion. Ndihmë për shqiptarë. Soreka, së bashku me ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian, i thoshte, unë do t'ju jap 200 milion, po 100 ne e duam kesh. Ta jepni edhe 1 milion mbani. Sepse i mbani për vete. Pra ne shqiptarë, a mbani më Soreken që mori disa barigard para se tikte, sepse ne e lajmëruam. Ne i kemi dokumenta, dashur shqiptar, çfarë para ka hyrë në Shqipëri, si janë firmosur dhe ku janë parat. Soreken e suall për së dyti. Po me thënë 3 herë ambasador, 1 herë me Italinë, 2 herë me Evropën, që e gjetën hajdutin. E thoshe do në vrasin, që e pa që ne i dimim gjërat. Pra dashur shqiptar, unë nuk u kam thënë kot që shqiptarë do kenë hotela. Unë nuk kam thënë kot që shqiptarë do dredhen zinxhir dhe do punojnë tu huaj, por nuk do t'jenë me pasaportë shqiptare të vinë në punë. Ashtu si shqiptarët punojnë në Itali si slev, ashtu si shqiptarët që punojnë në Francë e u hedhën pasaportën, kurse ne nuk u hedhën pasaportën, ne u themi, hajde një prap punoni ju zmeqarë.
E kemi zemrën të hapur. Ajde pra ju na vrat, ne u japim bukë, si që dham. Ata që quhen minoriter grek, u dham shtëpi, labëria e gunës, u dha shtëpi. U dha katandi, sa bukur që na i nxori. Ky sorre ka dashur shqiptar. Fytyra e këtij ishte kocke lëkush, ose ishte bërë koka, si Ken Stani. Ky dilte në televizor, po ku s'vinte? Për das. Për synet, kur dilte me para. Dilte para gazetarëve, të shkretët gazetarët e rinj, që unë i kam shpresën ke gazetarët që dalin në teren janë të rinj, pavarësi se nuk i paguajnë. Dilin me vrap nga bosat e tyre, që dje ishen pa brek, sot në për televizori Klani, Top Channel, News 24, A2, me mirë të them, të gjithë televizor. Financohen nga parat, ja pra dashur shqiptar. Bravo, regjizori, ja pra, sigur është president. A di si është rregull dashur shqiptar? Çdo ambasador që është në tokën e Shqipërisë nuk ka drejt të dali në intervistë. Ka të drejt të rri brenda të takohet me kryeministrin o presidentin. O është komunist, o bolshevik, o antikomunist, ka të drejt pra të takohet. Dhe të raportojë në vendin e tij. Por këtu, si që kam thënë, vjen një ambasador kines, merr një vil, i thot Berishës, kur u vran, dhe i vran bashk, në 21 janar, 4 veta e shumë plagu, kërciste mitrolozi nga dritaret, e armit ton shekullor, nuk kam përdorur armë në atë mënyrë. Kërciste mitrolozi nga dritaret e kryeministrisë, e asaj kryeministrisë që për 46 vjet ja bërë planet e vdekjes e të vrasjes. Për 35 vjet është bërë kryeministria si prostitut. Vim parat. A e mbani mend dashur shqiptar, se Pilin që i flet drejt dhe ka kompetenca të flasë. A e mbani mend para një muaj, ora 12 i natës. Na vjen një pise ambasadore amerikane që uli autoritetin e Amerikës, na uli ne për tokë. Vjen më 12 të natës. Regjizori duhet ta ketë, po pamërsi nëse se ka, nuk ka gjë. Më 12 të natës me mini fund që ambasadorët nuk lejohen, po kalovi ora 5. 8 të mëngjesit deri më 4. Dhe ambasadorët kur të vënë daç të Amerikës e daç të shteteve të tjera duhet të jenë shoqëruar me 3 veta. Ajo vjen më 12 të natës dhe kryeministri grek ishte në makinë priste parat. Hyn Dedi Rama, merr ç'kishte për të marrë, Gjevahir, Flori, kërcet e ikë. Po ku do vej? Amerika, si që thash, kjo kushtetut, kjo të bën avaz. Sa e sa senatorë në Amerikë janë lidhur me zinxhira e sot janë në burg. Pra dashur shqiptar, Amerika i do shqiptarët, kjo kushtetut e kemi bërë, e kemi këthyer në Shqip, do dali me mira kopjo, kjo kushtetut eshtë, ai që vret, e ka me vrasje. Shqipëria ka nevojë liq me vdekje. Po dikush flet, po s'na le Evropa, kush e pyet Evropën? E kush e pyet Agrën? Tallet Aga. I dajnë parat së bashku. E hedh, vjen një italian, hap një televizor, hajdut, e donte të mirë 300 milion dollar. A e mani mend? Luli i vogël, që e qovi Sorrua në Holland për të vazhduar universitetin, e mori nga Bazboj, o më mirë të them kamarier në Rinas, e qovi për shkollë Harrovi. Kështu është kur je familje ullë. Harrovi dëvend shkonte në shkollë, shkovi në klubet e natës.
ndejnë 2 javë, e mori sigurimi Serbit dhe qovi në Serbi. Bashk me një 2-3 femra, nuk po ja them emra, janë gjallë, babalarët e tyre kanë qenë të mëdhej. E quana, e mbani mend, atë pallatin e verdh, që e bën, që gjoja ishte bërë spital u hiqi në mushkrit sërbë, që si ishte e vërtet. Ai luli pra ishte për këthyse. Ai luli edhe një zonjë. Pra sorru ai qonte për të vjedhur. Sorrua dashur shqiptar, që është përhapur shumë këtu, që sorrua ka fuqi në Amerikë. Ai s'është kurkushi. Ai ka vërtet 3 djem, ka një vajzë. 2 djemt e tjerë dhe vajza s'kan lidhje fare me tjatin. Janë, shikojmë punën e tyre, kurse një miku o dashnori të themi Edi Ramës, një Alex, patifat që erdhi kur si ishe unë, në det, vjen, në det, vjen aty, e kërkon dhe na i bej Shqipërinë në prostitut. Amore Edi Rama, amore Sali Berisha. Që ke qenë president, more Sali Berisha. Ke qenë kryeministër, more Sali. Dele në televizor çdo ditë. Çfarë i ke bërë Shqipërisë? I ke bërë një kushtetut që të bëhen prostitut. I ke lënë njerëzit bredhur për rrugët e Tiranës. Prostitut. Që Shqipëria është e pastër. Kjo është qëllimi dashur shqiptar që i kanë bërë Shqipërisë. Çfarë si kanë bërë? E djegën, e vranë në theshtatën, naftën ja dhanë, gjithë fabrikat që ishe bërë me gjak shqiptari. Ju shqiptari nuk e dini tamam, të vërtetën. Çdo fabrikë, Elaçit, e Fushkrujës, Cimentos, Elbasani, po thuhet gjitha fabrikat që ka bërë burgosur, është bërë kurbani brenda. Kanë futur të burgosurit brenda dashur shqiptar të gjallë. Kurbani. Ja pra shqip kanë bërë kombi tonë. Ja pra për qau bej, thirrje. E janë i për veten tuaj, jo për Pilinqin. Pilinqi është në rregull për veten e tij. Kam erdhur për të shpëtuar shqiptarët e mi. Dikush thot pse thua shqiptarët e mi, po janë shqiptarët e mi. Shqiptarët e mi që kanë vojtur. Kanë vojtur në torturë. Por vojtjen e 35 vjet se ka patur histori e Shqipërisë. Për çfarë arsye? Arsyeja është sepse u kanë ikur fëmijë, kanë ngelur si kyqe vet, sa pleq, plaka e pleq, kanë vdekur mbas 3 muaj. Qoqevri e harbutve, qoqevri e pederasve, i le pa buk, i le pa drita e pa ujë, fëmijët e tyre. Ka që nuk i din ku i kanë. Mendojnë që e kanë në Evropë. Po jo, është në burg. Është në burgun e Englezëve. Është në burgun e Italisë. Është në burgun e Greqisë. Në burgun e Francës. Faji i tyre është vetëm pse janë shqiptarë. Sepse jemi një racë me bukur. Me zgjuar në botë. Jemi një racë që u vërtetua. Mbas 90-s kanë erdhur shqiptarë në Amerikë, kam fjalën, kanë erdhur nga 10 vjeç, sot janë 40 e ca vjet, janë profesorë, janë inxhinier, janë doktor, janë të parit në universitetet e Amerikës, janë shqiptarë. Nga viti i parë, kalojnë në vitin e tretë, janë shqiptarë. Din nga 5-6 gjuhë. Po që ndodhi? Mbas 99-s. Më falni, mbas mirë thash, mbas 97, 98, 99, vinë, po nuk din të shkruajnë. Përse nuk din të shkruajnë? Sepse Sërbi dhe këta shqip forësit që i keni patur udhëheqës, që i keni mbesuar, i keni votuar, po si keni votuar ju? Votat tuaja e kanë hedhur në Koshte Pleri. Këta. I mbyllë shkollat. I muar mësuesët me diplomat e plepave. E muar nga rruga, çoban.
rrugaq, e veshën me petkën e profesorit. Shumë student, që më kanë erdhur dhe më kanë thënë, nuk din të shumëzojnë profesori. A herë si mund dali studenti? Qëllimisht dalën qyryk. Qëllimisht një shtet që s'ka kulturë, a i ka mbaruar. Një shtet që nuk ka të martuar të rinjt, a i shtet ka mbaruar. E kam bërë qëllimisht, po si të martohen. Më kanë erdhur në zyrë dashur shqiptar, 20 vjetë, 35 vjetë këtu në Tiranë, nuk kemi martuar. Pse? Flem 2 vëllezër me motrën e me baban me një dhomë. Kurse kryetari i bashkisë që është burg, aty do vdesi. Ne shton do liroj. Po, do liroj. Kishte 120.000 hyrje në Tiranë. Nuk u ajipte, po mundonin t'i shisnin. Pra dashur shqiptar, unë e thashe përsëri, po e përsëri ta dëgjojnë gjithë këta që e kanë coptuar Shqipërinë. Do kini fat të arrestojeni, e do arrestojeni nga Spaku, se Spaku më në fund hekurat e litarët ka. Këta që shini ju këtu, ja kush bravo. Bravo! Nëse ti nuk e arrestojnë këto ditë pamarësi se ke 2 orë ke filluar lëvizjet, ne e dim o bravo, si fle, si ha, ku je, me kë flet, çfarë bën, sepse ruajmë kombin e Shqipërisë. Pra të dashur shqiptar, ka ardhur koha e juaj. Ju po shihni një farë demonstrate që bëhet, të dashur shqiptar. Ajo është demonstrata, kanë dalë dza, flasën, venu a kapën telefon, quajnë si barigardë. Historie e tyre kanë qenë burg. Ata janë të Saliut e të Edi Ramës. Ata janë të Veliut e të Ilir Metës. Ata duan që të bëjnë rëmuj. Ju vetë shëgojni sonte. U venë kur të rinë të pinë kafe, që e kuptuan që nuk janë të futur nga Saliu e nga Edi Rama, dhe u thresën, qoni nga karrikja, jeni anti-shqiptar, që të britin. Po jo është shqiptar. U garantoj unë, një cigare nuk djegën me dot. Drejtori policisë është, pe një familje patriotësh, një lap. Si ju themi neve në kampin e trenimit, u thoshim lap gjysmopinge, se mbanin një palë këpuc pa rreth vërdalë. Ata janë të Gunës, drejtori policisë. Qindro, do të ngelesh një histori për mirë o për keq. Nuk të heq nga puna pamarësi se kanë filluar, po ti do t'jesh, se është me ditë dhe me orë. Shqygoj demonstrusët më tepër ata që quajnë gjoja barigar, që janë me ato statun në vesh, e në qafë, që venë kanë arritur si bolqevikët. E muar Shqiporën, bolqevikët Shqiponjën, i vunë yllin, su kënaqën, vunë e ndrapër e në që kanë. Kurse këta që dalën në demonstrat, kanë vënë edhe një kryq. Unë nuk jam kundra kryqit, po ajo është Shqiponja e kombit. Ajo nuk është Shqiponja e feve. Ajo është Shqiponja e shqiptarve, feja jonë është kjo. Pamarësisht, kohët e fundit, kanë dalë fjalë, para se të vinje unë, ishe në Amerikë, keni një teqe në mes të Tiranës, dhe quhet Baba Mondi. Baba Mondi, me shpesh që kanë vajtur Saliu dhe Edi Rama, dhe e kanë zjerë në teren dhe thonë do bëjmë një shtet. Është qëllimisht. Baba Mondi më dëgjoj me kujdes. Ata po të bëjnë një provokim, sepse ata janë të mbytur vetë, si Saliu edhe Edi Rama, duan të mbysën e ty, që të ulën autoritetin e bektashive. Baba Mondi, unë e di me mirë se ty. Bektashin të teqet e Shqipërisë. Gjithmonë kanë qenë në përmale.
Kanë mbrojtur patriotët i kanë futur i strehonin kur vinin turqit. I strehonin edhe në kohën e komunizmit, pavarësi se ti ke qenë oficer, ke bërë trokitje e Enverit. Po ti ishte babare shati, të betohem, ai do të vriste. Sepse është një tallje për fenë, sepse është një kashillëk kundra katolikëve dhe muslimanëve. Duani që të bëjnë një sherr, të bëjnë një revolt, të vriten muslimanët me katolikët. Po jo. Mondi larg. Të kam respektuar. Arsyeja është, po e them para publikut, më ke ardhur për herë të parë, më ke pritur. Më ke ardhur në hoteli në Durrës. Dhe më ke thënë më bëj vizitë, ta ktheva vizitën. Të thash ato që dinje. Pra, rri baba, bëj punën tënde, a vajte e pardije në Tomorri, në mali Tomorit. A e pesi i këshën bërë mali Tomorit? Gërmall. Mermeri në këshën e hequr. A pra, mos u merë me Edi Ramën që ke dalë foto së bashku me Edi Ramën. Kjo është fotoa të dashur shqiptar me Edi Ramën. Edi Rama tallet. Edi Rama s'është as musliman, as katolik, as krishter, vete në Izrael, unë thot jam 100% Izraelit. Që fut ve kapelën, vete në Vatikan me gruan, unë jam thot katolik. Vete në Turqi, thot babati, unë jam turk. O shqiptar, një person që ndërron fen, ai nuk është as shqiptar, ai s'është njeri. Pamarësisht, unë për shembull, unë jam musliman, pamarësisht të më fali Zoti, nuk vete falem se s'kam patur kohë, po kam thënë çdo mëngjes, çdo darë, o Zot, miruaj fëmijët, o Zot, shpëtoj Shqipërinë. Por aman, unë jam i kësaj, të dashur shqiptar. Katolikët, unë mbaj mend kur ishe i vogël në kampin e trajnimit, ishte një kishë afër. Familja tona na thoshin, shkozini fustan e priftit, që është urat. Pra shqiptarët nuk i shkatron dot Edi Rama, Sali Berisha, Baba Mondi, po të them Baba Mondi, nuk të kishe thënë. Pra, mos dilme të thuash do shtet. Ku jenë parat pyetjet, del pyetja. Kur bëhet një shtet, bëhet monella. Ku jetë, ku ke parat, ti s'ke parat. Apo ato para që ka dërmend Edi Rama, që ti sjelli, e ka sjell. Pra, unë të dua të mirën, sepse babare shatin e kam ndihmuar, e kam çuar në Amerikë 2 herë për aperim. Ka qenë burr, ka qenë një internuar, a i vërtet ka qenë baba. Pra, unë u them të gjithë dervishve të Shqipërisë. I bën një telefon, sepse po ul autoritetin tuaj, po i bën qefin grekëve, atë duan, po i bën qefin sërbëve, atë duan, po ngatron Turqinë. Pra, të dashur shqiptar, ju nuk e intereson as Baba Mondi, as njeri ju intereson në mendjen tuaj, janë brenda, ju doni arrestimet. Arrestimet, dashur shqiptar, janë me minuta, po zjen spaku, unë nuk jam kot këtu, pamarësisht se ambasadori vjen, punë e tij është, mirë mëngjes pak, vazhdo arrestimet, e ke firmosur, mbaro, shkon në zyrën e tij generali, edhe del kur është për të dalë.
Nuk do dali si të tjerët në magafon, sepse është general, është ushtarak, a i di vetëm 2 fjalë, po jo. A i s'pranon asgjë, sepse edhe ne jemi këtu, në kontrol çdo gjë. Kur themi jemi në kontrol, ne dim se qa bëhet. Dhe sa të vi, ambasada nga ankesat që më vinë çdo ditë, e di fare mirë. E bejnë për vizën, paguajnë parat dhe nuk i japën vizën. Po ku shkon në Amerikë? Unë që vajta në Amerikë, edhe për këtë kemi vizituar me organet kompetence. Vejnë në Amerikë, paguajnë nga $2-3.000 jashtë portës, e rregullojnë, bejnë vizat si që bejnë, pra ky generali, bashkë me mua e të tjerë, do pastroj ambasadën, se është ambasada ime, e flasë me plot gojë, sepse kam kohën në Amerikë, dhe kam vendin aty ku duhet, është ambasada ime ka ullur autoritetin që ka pranuar në punë, bind e këllyshme. Pavarësisht se atje s'ka sekrete, s'ka çan marrë sekrete. U kam thënë shqiptar, unë dua 2 gjëra nga ju. Nëse keni bërë aplikimin e s'ua kanë dhënë, ju lutem lajmëroni sa parë dhe ne. Edhe një gjë tjetër kam të them bashkë shqiptarëve, kudo që ndodhet dhe për botë, e në Shqipëri. Ju lutem, kush ka ngelur nipra stërnipra, kini gjyshit të pushkatuar, të vdekur në burg, na lajmëroni sa më parë, pavarësisht se ne e dim, por nuk dim edhe gjëra shumë që janë, që nuk i kanë nxjerrë në skenë komunizmi, që emrat e tyre. Aty ke Skënderbeu, do bëhet një memorie dale, tamam si në Amerikë, në Washington. Të gjithë patriotët që janë vrarë, në gjithë luftrat, do shkruajnë me emra Ari. Do viret para emrit të tij, të asaj apo të atij, do viret një diçka që të vesh një lule, që të mbahet mend. Kampet e intrenimit shtyllësi, do bëhet një kamp që do vinë nga gjithë bota ta vizitojnë. Ka qenë shtyllësi, të gjithë të intrenuarit ishën për politikë. Pavarësisht se kohën e fundit i përzien bashkë me racën e Kadrias Biut, me racën e Petrit Dumes, e Beqir Ballukut që del e bia e thot, unë kam qenë e intrenuar, po ke qenë e intrenuar, po gjyshi jot ishte prekarrike, edhe kur vdiq, e mbylli grushtin. Kurse patriotit janë vrarë në Malsi, unë i them Malsi, ne me malsor tërë, po me qenë se e do një emër me emër, Mirtit, Kuks, Dibër, Tropoj, Shkodër, i vranë patriotët. Unë u bëj thirrje fëmijëve të tyre, zgjoni pra, zgjoni, mos mini hakën, po vini emrin e gjyshve, stërgjyshve, aty, në Skënderbeu, vini një diçka, një shinjal, do mini rrogë, disa që kanë ngelur. Fëmijët e tyre do vënë në shkollë më të mirë. Pavarësisht, nuk bëjmë dallim. Pilinçi nuk bën dallim. Pavarësisht se Pilinçit familja më kanë vrarë, por nuk dua një vrasje. Nuk pyesëm me se ka qenë jati komunist. Jo, dashur shqiptar. Bashkohuni bashkë për inat të Sërbit, të Grekut, të Englezëve, të Francezëve. Bashkohuni vëlla me motër. Lereni 7500 e njëshin. Është bërë qëllimisht për të vrarë për ju. Është bërë malësia hasmërit dash shqiptar, nuk dalën nga shtëpia. Ligji do jetë me vdekje të dashur shqiptar. Ky ligj nuk do ketë më hasmëri në tokën e Shqipërisë, se është bërë qëllimisht. Unë u bëj, fjalën e fundit e kam,
ju lutem, të gjithë profesorët, mësuesët, që kanë qenë më përpara para 90-s, e në që ose kini moshën e madhe, e janë për një vit të beni, do paguajni shumë mirë, të beni mësus, të mësoni taktikën që dini, që të dalen nxënësit. Në Shqipëri do ketë drogë, dashur shqiptar. Nuk do ketë drogë. Ama se që bëjnë, ashtu si që na kanë elmuar Evropa, se që bëjnë trimat, është sapi tyre, po në tokën e Shqipëris nuk do ekzistoj drogë të shitet. Bashkoni shqiptar, ndatë e mirë, dashur shqiptar, miru pafshim nesër, e nëse nuk dalë me një gjysmë, të më falni, se kam shumë njerëz. Shkruani, dashur shqiptar, e shoh që prisni. E shoh që 2000 veta, ka raste 2000 e ca, presën të dalë unë. E shoh dhe televizorët e tjerë, kur dalën këta mizat e kalit, dalën nga 20-30 veta, shumë 100. Unë e di që si doni. Po nuk do të thot me të shkrojtur, do të thot vishni këpucët, e jani në sauk, e jani në kjo hartë, edhe përkulluni para hartës, aty para derës. Përkulluni dy rojeve të fuqishmë. E mendjes është flamuri kuqezi. Kanë qenë mbretër në tërë botën, trim i gishtit, i armatimit dhe i parave është flamuri amerikan. Ashtu si e ka pasuruar stërgjysht e stërgjyshet tanë, ashtu Amerika do pasuroj Shqipërinë. Lumë, ai që do jetë të Shqipëri. Natë e mirë, dashur shqiptar, spak, orgjen të arrestot. Mos prit, se do jetë shumë ndryshe arrestimet do bëjon. Arresto sa më parë. Natë e mirë, shqiptarët e mi, miru pafshim nesër, tini të gëzuar. Natën e mirë. Rroft flamuri shqiptar dhe amerikan.